Inflacioni është rritur lehtë në tetor, por vijon të mbetet në nivele të kontrolluara. Instat raporton se norma mujore arriti 2.3% nga 1.9% që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Edhe krahasuar me muajin shtator, çmimet janë rritur vetëm me 0.1%, duke treguar një tendencë të qëndrueshme, pa goditje të forta në treg. Sipas të dhënave të institutit, janë disa faktorë që kanë ndikuar në rritjen e përgjithshme të çmimit gjatë këtij viti. Grupi qerave, ujit dhe energjisë ka dhënë ndikim më të madh me 0.87% në inflacionin e tetorit. Këto janë kategori të domosdoshme të cilat familjet shqiptare nuk mund t'i shmangin, ndaj ndikimi i tyre në koston e jetesës është i drejtë për drejtë. Ushqimet dhe pijet jo alkolike përbëjnë kontribuesin e dytë kryesor me 0.55%, ndërsa brenda këtij grupi tre zëra kanë pasuar rritjet më të ndjeshme: vajrat dhe yndyrnat, të cilat janë shtrejtuar me 4.9%, qumshti, djathi dhe vezët me një rritje prej 4.2%, mishi i cili ka shënuar 2.9%, produktet të cilat përbëjnë shport në bazë të konsumit të familjeve, ndaj çdo lëvizje të tyre ndikon menjëherë në buxhetet e shtëpisë. Ecuria e inflacionit për gjatë vitit tregon stabilitet, ndërsa norma mbetet brenda intervalit të synuar. Banka e Shqipërisë thekson se objektivi i saj mbetet inflacioni rreth 3% dhe niveli aktual konsiderohet i qëndrueshëm dhe në linjë me parashikimet, por kërkohet vëmendje e vazhdueshme për grupet bazë të konsumit.